Në një takim të orëve të gjata me biznesin, kryeministri Edi Rama ka dëgjuar shqetësimet e tyre, por njëherë është i ka paralajmëruar se ndaj kompanive që shkelin ligjin nuk do të ketë më lëshime. Koha e tallavas me financat ka mbaruar. E tallavas nga ana qeverisë, e tallavas nga ana biznesit. Por fillimisht do të jetë qeveria që do të mbajë një premtim të bërë në fushantë elektorale, faljen e gjobave të vëna nga 1 marsi 2013. Shumë shpejt ne do të çojmë në parlament projekt ligjin për heqjen e gjitha gjobave nga 1 marsi. Na rezulton se pjesa dërmuese këtyre gjobave janë gjoba arbitrare të ngutjes për të marrim çfarë të marrim nga këta, se po ikim. Por kreu i qeverisë shuajti entuziazmin e biznesit kur thanë se shlyerja e borxheve të shtetit ndaj tyre do të kërkojë kohë. Borxhet nuk janë mbledhur për 1 muaj dhe nuk mund të shlyen për 1 muaj. Do të ngrihet një komision i veçantë për të ndjekur të gjithë procesin e shlyerjes borxheve që mos ketë selektivitet të asnjë natyre, politike apo korruptive. Kreu i qeverisë nuk kurseu batutat ndaj biznesit pas shqetësimeve që ngriti kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka. Ajo çfarë ne pranuam në heshtje si sipërmarrje ishte paketa fiskale, por me një kusht. E kemi kërkuar dhe e kemi kundërshtuar, por nga ana tjetër kemi kërkuar me forcë që qeveria duhet krijojë një grup pune për të formalizuar ekonominë në bashkëpunim me sipërmarrjen. Koha kur heshtni ju iku, ka qenë një nga arritjet më të mëdha të 100 ditëve tona që sipërmarrja si ka ardhur goja. Në takimin me përfaqësuesit e biznesit, Rama e cilësoi si një problem të madh monopolin e pullave fiskale. Kreu i qeverisë sqaroi se Ministria e Ekonomisë po zhvillon një studim që do të përkthehet në një nismë ligjore, e cila do të votohet në kuvend për të shpëtuar biznesin dhe lehtësuar buxhetin sa i takon pullave fiskal. Ndër cilat më i pari është